Këtë të premte në mëngjes Izraeli ka ndërmarrë një sulm të madh ajror ndaj Iranit duke shënuar për shkallëzim më serioz të konfliktit mes dy vendeve në dekadat e fundit. Sulmi synoi objektiva kyçe, ushtarake dhe bërthamore në territorin iranian, përfshirë edhe objektin kryesor të pasurimit të uraniumit në Natanz, ku pa tymizi duke u ngjitur në ajër. Televizioni shtetëror iranian konfirmoi vrasjen e komandantit të gardës revolucionare, General Major Hossein Salami, si dhe shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Major Muhammed Bagheri. Besohet se janë vrarë gjithashtu disa shkencëtar dhe zyrtar të tjerë të lartë. Sipas ushtrisë izraelite, në sulmin e koduar si operacioni Mbrojtës, morën pjesë rreth 200 avion që goditën më shumë se 100 objektiva në të gjithë Iranin. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite deklaroi se operacionet janë ende në vazhdim. Irani reagoi menjëherë duke lëshuar mbi 100 dronë në drejtim të Izraelit. Të gjitha sistemet mbrojtëse izraelite janë aktivizuar për t'i ndaluar ato. Shtetet rajoni si Irani, Izraeli, Iraku dhe Jordania kanë mbyllur hapësirën ajrore si mas sigurie. Udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei paralajmëroi për ndëshkim të ashpër ndaj Izraelit dhe e quajti sulmin një krim kundër popullit iranian. Ai akuzoi Izraelin se ka goditur edhe zona të banuara civile. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump në SBA deklaroi se nuk ka qenë përfshirë në këtë operacion dhe paralajmëroi se çdo hakmarrje ndaj interesave amerikane do të konsiderojë si akt armiqësor. Ky zhvillim ka ngritur frikën për një luftë të hapur në lindjen e mesme dhe ka tronditur tregjen ndërkombëtare të naftës dhe sigurisë. Komuniteti ndërkombëtar është duke monitoruar me shqetësim situatën që mbetet tepër e paqëndrueshme.